programi për mbështetjen e të gjitha bizneseve të vogla dhe të mesme me garancinë sovrane, programi dyfisho biznesin tënd, që do të lançohet dhe do të hapi dyert e bankave për të gjithë ata që duan financim për të dyfishuar kapacitetet e tyre në të gjithë territorin. Tek startupet, ku zoti Demo kishte një të dhënë paksa të pa updateuar, që nuk është në natyrën e tij të mos jetë updateuar, po nuk është më 85%, po 75% pesha e Tiranës, në aplikimin e fundit kemi 25% startupeve nga bashkitë e tjera, por këtu duhet bërë një punë e posaçme nga ju, sepse ne besojmë që pikërisht se bashkitë e tjera mund të jenë më pak të ekspozuara ndaj gjithë zhvillimeve se sa Tirana, mund të jenë pika ku startupet mund të jenë më shumë. Sepse talentet nuk mungojnë në asnjë fshat të Shqipërisë, jo më nëpër qytete. Dhe kompania tjetër që do të krijojmë për të mbështetur të gjitha bashkitë, kompani prapë dhe ajo e përbashkët e logjistikës, për të çuar në një nivel tjetër mirëmbajtjen e kanaleve ujitse, mirëmbajtjen e kanaleve kulluse, duke i shpërndar kapacitetet në mënyrë harmonike dhe me prioritete që vinë si rezultati i nevojave që ka njëri e tjetri, do të jenë dhe ato një vlerë e shtuar, në ndërkohë që ne po përgatisim dhe programin e ri të investimeve, që nuk ishte në këtë prezantim, programi i ri i investimeve për mbrojtjen lumore, programi i ri i investimeve për përmbylljen e gjithë hartës së ujitjes, ka akoma një pjesë harta e ujitjes që kërkon investime. Programi i ri për strehimin, do të kemi së shpejti ato që për cilën jemi zotuar, që këtë mandat do të kemi një qasje tërësisht të re ndaj strehimit, jo vetëm social, por dhe strehimit përballueshëm. Dhe do të mbështesim fuqimisht qytetet e reja konkretisht, dhe jemi duke punuar për programin i cili dhe ai do të financohet masivisht. Dhe në mbyllje dua që së bashku të bijem